kundër Albin Kurtës e dikuj tjetër. A lëvizja vetëvendose, Albin Kurti është koordinu me Radojqiqin, me Lisën Serbe, për me i heq veteranët nga paga minimale dhe kjo është e dëshmume që shë kem pa të gjithë. Sa i takon Mitrovicës? Mitrovicë policët që tha nuk janë shërbemarve, policët janë ndru ditën e zgjedhjeve. Ata nga Prishtina ju shkur Mitrovicë, ata nga Mitrovica ju nërë Prishtinë. 30 sekonda, jo, ti e pret, po presi këta këndej. Koordinim ose jo, këta kanë pas ministra, në qeverinë e tyne, këta janë koordinu me gjithë shka me Radojqiqin, na e dim. Lenatë Rashiqin e kem pas minister. Ta shte, nuk po flasë vetëm për një qeveri, ju keni pas, ju keni vëdhesh qeverinë e Kosovës gjatë, sa për koordinim, aty dore nuk ja o japim, ke shpërdoni një, veslutemi, ke shpërdoni, po s'ku marë për la. Me za me fotografi për një qështë. A dëgjova, Zotri Berami, urna fol. Jo, fol, hajde. Jo, vazhdo. Ki edhe 12 sekonda. Sa për koordinim, nuk ja japim dorën, jeni të partë, edhe subjekte tjera, nuk ja lëshojnë rrugën, mirë po... Koordinim me kë? Me listën sërbë. Po jo në kuptimin, këta kanë qeveris me listën sërbë, ka qenë zyrtare, kur thomë koordinim. Që po i bje këta zyrtare, ju jo zyrtare? Jo zyrtare, nuk i bje që ashtu se fare se kemi pas. Radojqiqin në kohën tonë është atje në Sërbi, ka shku i plagosën. E ka përfundu villën në kohën e juve. Qata cilët e kanë sulmu Republikën e Kosovës, e kanë lanë kokën këtu në kohën tonë. Rakiqi ka qenë ministrë, kur e ka sulmu kokën e kanë lanë këtu. Kokën e kanë lanë këtu. Ata jenë të vdekur prej policisë Kosovës, që ta ky shërben Gjelas Veshlës, për qasoj policia. Falemderit, Berami, Rejaj, falemderit. Kjo në base... Pas pagët të cilët kanë protestu në zyrën Albin Kurtit me maska, të cilët Albin Kurti ka fy. Berami, vetëm pak që... Në base kjo do t'jetë